Lufta e Rusisë në Ukrainë hyri të martën në vitin e saj të 5 me udhëheqjes nga gjithë Bashkimi Evropian që u mblodhën në Kiev në një shfaqje të madhe mbështetje. Për Bashkimin Evropian, kjo vizitë masive në kryeqytetin e Ukrainës është veçanërisht e rëndësishme, pasi Hungaria të hënën i vuri një pengesë të madhe mbështetjes së bllokut për vendin e shkatëruar nga lufta. Hungaria vendosi veto ndaj paketës së 20 të sanksioneve kundër Rusisë, si dhe një kredi për 90 miliardë euro për Ukrainën. Megjithatë, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të paraqesë Zelenskit një paketë të konsiderueshme, duke përfshirë 100 milion euro për mbështetje energjetike dhe një plan gjithëpërfshirës të përgatitjes për dimër për vitin e ardhshëm, tha një zyrtare evropian. Ndërkohë Britania e Madhe publikoi të martën atë që e përshkruan si paketën e saj më të madhe të sanksioneve kundër Rusisë që nga muajt e parë të pushtimit në vitin 2022. Paketa e re synon kompaninë e tubacioneve PJSC Transneft, të cilën Londra thotë se është përgjegjëse për transportin e mbi 80% të eksporteve të naftës ruse, si dhe rrjetin e errët të tregtarëve të paligjshëm të naftës së Rusisë, duke përfshirë 175 kompani në rrjetin e naftës të Rivers, një nga operatorët më të mëdhenj të flotës në hije në nivel global dhe një tregtar i madh i naftës bruto ruse. Gjithashtu në shënjestër janë 49 subjekte dhe individ të përfshirë në mbështetjen e makinës luftarake të Rusisë, 3 kompani civile të energjisë bërthamore dhe 2 individ të përfshirë në përpjekje për të siguruar kontrata për instalime të reja bërthamore ruse jashtë vendit, si dhe 9 banka ruse që përpunojnë pagesa ndërkufitare.